Teksa në kuvend po zhvillohet debat mes majorancës dhe opozitës për procedurat dhe afatet e shqyrtimit të kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, prokuroria e posaçme vijon paralelisht mbledhjen e provave dhe dëshmive për dosjen voluminoze që ka në administrim. Me vendim të gjykatës së posaçme, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolli ditën e fundit në disa zona ku përfshihen edhe biznese dhe personat e lidhur me hetimin. Emrat e tyre nuk bëhen publik, ndërsa SPAK nuk ka konfirmuar ende detaje për masat e sigurisë. Gjatë këtyre kontrolleve BKH-ja është mbështetur dhe nga policia e shtetit. Ndërkohë, anëtarët e opozitës në Këshillin e Imunitetit u paraqitën këtë të premte për të zhvilluar mbledhjen e kërkuar për shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut, por dyert e kryesisë së kuvendit i gjetën të mbyllura për shkak të pushimit zyrtar të shpallur nga qeveria. Partia Demokratike akuzoi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi se po mbron Belinda Ballukun nga drejtësia, ndërsa sipas opozitës, deputetëve u shpërndar nga SPAK një dosje për rreth 16.000 faqe. Sipas dokumenteve hetimore, Balluku po hetohet jo vetëm për tenderin e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe, por edhe për disa procedura të tjera konkurrimi në një koncesion. Ndërkohë, mbledhja e Këshillit të Imunitetit mbetet ende e pezulluar, ndërsa prokuroria e posaçme vijon përgatitjen e materialeve dhe koordinimin e veprimeve hetimore.